Po përpiqesha Iva të mendoja një fjali që ka shumë fjalë të huaja brenda dhe merdhi, e kam dëgjuar dhe diku në fakt, mos refuzo okazionin primar të volitshëm. Do thoje një fjali që mos kishte asnjë fjalë të huaj brenda, duke ditur se sa i kujdesshëm ja. Për shembull, themi që kur nuk na vjen një fjalë në shqip, themi nuk gjetëm dot ekuivalenten. Po e kemi bukur fjalën shqip gjegjëse, nuk gjetëm dot gjegjëse në shqip. Folëm pak më herët në pjesën e parë për divorcin, për ndarjen, sa mirë do të ishte që të ndaheshim nga ky komunikim i shëmtuar, nga ky lloj i shëmtuar të folurit shqip, që po e përdosim gjuhën tonë me të dyja këmbët. Ne do të ndjekim një insert më pas, do të flasim me një panel fantastik. Gjuha shqipe, një ndër elementet më të rëndësishëm të identitetit tonë kombëtar, po përballet sot me sfida serioze që po e deformojnë atë në mënyrë të ndjeshme. Një ndër faktorët kryesor të këtij deformimi është ndikimi i huaj, sidomos përmes mediave vizive si telenovela spanjolle dhe turke, të cilat transmetohen masivisht në Shqipëri. Fjalë dhe shprehje të këtyre gjuhëve përthithen shpesh pa reflektim dhe përdoren në komunikimin e përditshëm, duke zëvendësuar shprehjet autentike shqiptare. Një ndikim tjetër i madh vjen nga mënyra se si e përdorim komunikimin, veçanërisht atë online. Në rrjetet sociale dhe në biseda me mesazhe është kthyer më së normale përdorimi i fjalëve të shkurtuara, si për shembull okay, dmth, tl e shumë të tjera që e varfërojnë dhe banalizojnë gjuhën. Për më tepër, shumë të rinj e përziejnë gjuhën shqipe me anglishtën, duke krijuar fjalë të tipit: jam sot ajër sot, let's dalim pak, apo ka shumë vibe kjo kënga. Ky lloj komunikimi jo vetëm që ndikon në mënyrën se si flasim, por edhe në mënyrën se si shkruajmë dhe përjetojmë gjuhën tonë. Humbja e ndjeshmërisë ndaj fjalëve të bukura shqipe dhe zëvendësimi i saj me terma të huaj e copuza fjalësh të përziera e dëmton thellë identitetin gjuhësor dhe kulturor. Është e nevojshme ndërgjegjësimi dhe rëndësia e ruajtjes së gjuhës sonë. Të përdorim ato me kujdes, sidomos në hapësirat publike dhe virtuale, dhe të promovojmë përdorimin e drejtë dhe të pasur të saj, si një mënyrë për ta mbajtur atë sa më unike. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj panelin që ne kemi ndërtuar sot për të sjellë këtë argumente, për të diskutuar për gjuhën shqipe, për mënyrën se si ne po e kish përdorim atë. Ne në studio është Anita Hymeri, përshëndetje, gazetare, dhe gjithashtu autore e programit Në Tempull që transmetohet në RTSH. Kënaqësi që jemi ne. Kënaqësi mirë se vjen. Liridon Mulaj, shkrimtar. Faleminderit, kënaqësi që jam këtu. Kënaqësi që jemi ne, dhe gjithashtu Alda Bardhyli, drejtori i Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit. Kënaqësi Alda që jemi ne sot. Përshëndetje, mirë se erdhat. Alda, si të duket ky argument? Si vjen gjuha shqipe sot në përditshmërinë tonë? A duket se e kemi keq përdorur atë dhe apo a është ajo, le të themi, në buzë të greminës, nëse do vijojmë ende të jemi po kaq të pakujdesshëm? Nuk do më pëlqente që thoja që është në buzë të greminës, edhe pse e gjithë atmosfera, tabloja, se si ne e përdorim shqipen sot, sidomos mënyra se si të rinjtë të interpretojnë edhe flasin shqipen, qoftë edhe në komunikimet e tyre, e bën gjuhën shqipe një nga gjuhët më të vjetra indo-europiane, e cila është një gjuhë që ka një aftësi të jashtëzakonshme për të mbijetuar presioneve të ndodhet tashmë në shekullin e 21 përballë një tjetër presioni që është shumë i madh, që është pikërisht ky presioni i teknologjisë, i globalizmit, i anglishtes deri diku në thonjza, e cila e ka pasuruar, por nga ana tjetër duket sikur e rrezikon jo vetëm gjuhën shqipe, por gjitha gjuhët e vogla që të humbin atë, të humbin identitetin e tyre, të cilën e kanë ruajtur për kaq kohë. Kështu që në këto kohë, le të themi, jo të mira për gjuhën, është shumë e rëndësishme që të ketë emisione të tilla, të flasim për mënyrën se si duhet ta ruajmë pastërtinë e gjuhës shqipe, pasi është shumë e rëndësishme që të flasim bukur shqip, të flasim pastër dhe të ruajmë një nga gjuhët, le të themi, më të bukura, e cila hyn tek gjuhët e ralla që na bën neve që të ndjehemi krenar. Mulaj, çfarë ju shqetëson më së shumti nga gjitha problematikat, që nga TKX-t e komunikimeve që vinë kështu spontane nga të rinjt, por që rrënjosen, që nga çfarë që shkruhet me apostrofe deri tek përdorimi i fjalëve të huaja? Çfarë beson se po e dëmton më së shumti gjuhën? Në fakt, ajo që më shqetëson është një lloj memeçërie në komunikimin e përditshëm mes nesh, pra në komunikimin verbal dhe gojor, po themi. Shkrimi është gjë tjetër, për arsye kohe ne justifikojmë gjithë ata që shkruajnë me shkurtime.
ndoshta në herë edhe ne provojmë atë shkrimin me shkurtime, por nëse merr këtë lloj gjuhe dhe ti e përdor pastaj në të folur në përditshmëri, është një cungim që ti bën gjuhë shqipe. Pastaj ka edhe një problem tjetër. Kjo gjuhë të ndryshon dhe fonetike, në mënyrën, pra se si ti e interpreton. Unë vëret e këtë rinj sot një lloj bjerrje të zanoreve, një lloj zjatje të zanoreve, e cila ndodh vetëm në shkrim, pra reflektohet edhe në shkrimin e mesazheve. Kur ti do t'i thush dikujt po, dhe do t'ja vërtetosh që ajo është po, e zgjat atë on, po, gjatë, po kjo nuk mund të reflektohet në mënyrën se si ti e thua, pra nuk mund ta zgjasësh pafund. Me keqardhje shoh që ka të rinjt po shkojnë drejt një lloj memecërie, thash dhe në fillim, gjusore, e cila nuk e di, janë dy anë që përplasen, është shoqëria, është evolimi, globalizmi e tjerë, anglishtja që rrezikon deri diku çdo gjuhë, jo vetëm tonën, pra nuk është vetëm shqipja që e vun këtë pjesë, janë dhe kam përshtypjen dhe gjuhë tjera europiane të mëdha që anglishten po e përshtasin. Por këtu pastaj është roli i shkollës, roli i gjuhës, roli i mësuesit që duhet të luajë një rol jo vetëm thjesht ta bëj atë në mënyrën didaktike të propozimit gjuhës edhe të mësimit gjuhës, po të ketë edhe një lloj kulture që të thojë që kjo është gjuha jonë, pastaj çdo gjë tjetër është pasuri, por e rëndësishme është që ne të flasim këtë. Po kemi dhe një fjalor shumë të varfër në përdorimin e përditshëm, kemi një grusht fjalësh që rrotullohemi aty edhe nuk tentojmë të fjalë që ti i dëgjon ti përsëris 10 herë dikush në 5 fjali, domethënë gjëra pa vlerë. Tani unë duhet të flas dhe me raste nëse më lejohet. Për shembull, po të shohësh edhe prezantator, ju një prezantues, edhe besoj se duhet të keni një lloj etike kur fjalori që përdoren në televizion duhet të jetë pak i kontrolluar, por shoh spektakle me shumë ndikim në masë, cilët përmendin her pas here në fund të ditës. Kjo është një shprehje bajate e përkthyme dhe e marrë nga italishtja. Ne nuk e kemi në fund ditës, se dita mbaron dhe fillon tjetra. Nuk e ka kuptimin përfundimtar. Ne kemi shumë bukur në fundit, pra që kemi tonën ose pak por e sigurt. Janë ca shprehje kështu si trendi që njerëzit po e përdorin për të thënë një lloj niveli intelektual që e dëgjojmë rëndom. Pra është një lloj tendence për të shprehur një nivel intelektual të personit, po në fakt është një gjë. Po edhe strukturën e fjalisë në shqip e kemi si të përkthyer nga anglishtja apo nga italishtja pa i qëndruar asaj të gjuhës sonë. Alisa, pak më parë përmendi Liridoni duke thënë prezantuesit që besoj kanë një mision apo edhe gazetarët për mënyrën se si flasin dhe si drejtohen tek teleshikuesit. Sa e kujdesshme ke qenë, unë e di që ke qenë, dhe ke qenë shumë skrupuloze duhet të thënë në mënyrën se si ti e flet dhe mundohesh përçosh edhe mesazhet e tematikat e tua, por edhe si e sheh sot gazetarin, moderatorët, ku i shen në gjithë këtë vorbullën e mënyrën se si e flasin ata shqipen? Iva, po të drejtoj me ti, jo me ju, edhe pse etika do të kërkonte me ju, po ne jemi kolegë prej jetë. Unë personalisht përpiqem shumë që ta sfidoj veten edhe nga ato fjalë që më vinë natyrshëm, që t'i them në një gjuhë që nuk është vetëm anglishtja, po në terma që janë shndërruar në ndërkombëtarizma. Po te mision në fakt është detyrim. Është një detyrim i jashtëzakonshëm i secilit nga ne që ka një hapësirë publike në dispozicion për të bërë kujdes edhe në këtë drejtim. Po i dëgjoja me shumë kujdes Aldën edhe Liridonin, sigurisht janë problematikat të jashtëzakonshme, ajo që flitet shumë pak dhe ai shqetësim që ngrihet shumë pak është mungesa e kulturës së gjuhës në Shqipëri. Mungesa e mënyrës, pra e një të kultivuarit, të mënyrës se si ne shprehemi. Dhe të dish rregullat e drejtshkrimit të shqipes është njëra gjë, mbase në shkollë ne mësojmë që thuhet vend dhe jo vend, edhe 1000 fjalë si puna e kësaj që mund të renditen pa problem. Çështja është se si e përdorim ne këtë fjalën vend në fjali dhe se çfarë kulture ka secili nga ne në mënyrën në përdorimin e përditshëm, në hapësirën publike, si kjo që jemi ne këtu, por edhe në një hapësirë tjetër po publike pak më të vogël, sepse ne harrojmë që edhe ajo klasa, edhe ai grupi i vogël aty jashtë është një hapësirë publike dhe gjuha ka një funksion të jashtëzakonshëm edhe aty. Pra ne mendojmë sikur hapësira publike e gjuhës është vetëm kështu, ku jemi ne në një mjedis publik dhe që kemi një kontakt me një publik më të gjerë, në fakt jo. Dhe prandaj dua t'im shohë shumë forca e kulturës së gjuhës, e cila për mua do të zgjidhte shumë problematika me të cilat ne përballemi sot. Dhe pa diskutim që rolin kryesor në këtë drejtim e kanë mësuesit e gjuhës dhe të letërsisë, dhe them këtu edhe të letërsisë, do ta them dhe pse.
Dhe sigurisht institucionet të cilat janë po aq të rëndësishme, për shembull Qendra e Librit, Muzet Letrar, institucionet të tjera të cilat e kanë të lidhur, po themi, misionin e tyre dhe funksionin e tyre me këtë dimension të kultivuarit të gjuhës. Kur them mësuesi letërsisë, them unë hype njerëz që zgjodhem asnjëherë su lodhuri duke thënë gjuha nuk mësohet përmes rregullave të drejtshkrimit, gjuha mësohet përmes leximit. Në rast se ne do të kemi të rinj të cilët nuk lexojnë, ne do të kemi gjithmonë të rinj, do të kemi profesionist të rinj, profesionist në karrierë, të cilët nuk do të dinë ta përdorin gjuhën. As ta flasin atë siç duhet, as të shprehin mendimin siç duhet, as të artikulojnë argumentat siç duhet dhe as të bëjnë shkresa në mënyrën e duhur. Dhe ky problemi që ju ngrini në përdorimin e shqipes në publik, shkon pak më përtej në përdorimin e shqipes në administrat, në dokumentat të shtetit dhe pas 100 vitesh ne do të kuptojmë që kemi krijuar një korpus të kujtesës son kombëtare që gjendet në dokumentat historike, sepse ato që ne i konsiderojmë sot dokumenta historike, pas arsit tanë, pas 50 vjetësh, pas 100 vitesh, do të kuptojnë që historia e kombit gjendet te këto dokumenta, të cilat vetëm shqip nuk janë shkruar. Pra ja ku vim në një efekt zinxhir dhe që vjen sipas meje nga kjo problematik, nga shkëputja e fëmijëve, të rinjve, e shqiptarëve në dace nga leximi si një zakon i përditshëm. Dhe jo, pra kur themi të lexuarit, nuk duhet të themi që është një trend, nuk duhet të themi që është një problem i madh apo i vogël, por është një mungesë e cila ndikon direkt apo drejt për drejt në këtë mangësi të jashtëzakonshme sipas meje. Dhe në qoftë se ne do të arrijmë të zgjidhim disa problematika të kësaj natyre, mendoj që edhe ajo që unë më pëlqen që ta theksoj dhe që institucionet ndërkombëtare se shqiptarët jo shumë kanë arritur të artikulojnë, do të rikthehet pak vëmendja nga ajo që është kultura e gjuhës. Nëse ne nuk rikthejmë vëmendjen tek ky koncept, tek thelbi i këtij koncepti që ka të bëjë saktësisht me mënyrën se si ne flasim shqipen, mendoj që shumë pak gjëra do të zgjidhen. Në auditore isha kurioztare për të kuptuar çfarë ndodh, a e sheh si problematik? Është një problematik të cilën e sheh që tek nxënësit e parashkollorit, pra në momentin që fillon formimi akademik i fëmijës, dhe po them parashkollorit sepse aty fillon të mësojmë fjalët, se si shkruhen dhe si lexohen, dhe pa diskutim që shkon dhe deri në auditor. Pra sot në auditoret e Shqipërisë, paktën për aq kontakt sa kam unë, dhe unë kam kontakt me pjesën mesatare të nxënësve që vinë nga gjimnazet, sepse të studiosh për gazetari do të thotë që ti ke mbaruar me minimumi një mesatare 8 gjimnazin, që do të thotë është shumë mirë për të qenë përdorues të mirë të gjuhës shqipe. Në fakt janë të ndarë në dy kategori. Në një kategori që janë vërtet përdorues shumë të mirë të shqipes dhe në një kategori që është më e madhe, që nuk janë përdorues fare të mirë të gjuhës shqipe dhe ky është problemi. Ka humbur pjesa e mesme që një pjesë e mirë e din çfarë do të thotë studenti i nivelit të mesëm. Që do të thotë një student i cili e ka formimin mesatar dhe që normalisht do t'jetë nesër punojnësi, po themi në këto funksionet publike, do t'jetë gazetari, do t'jetë punojnësi administratës, do t'jetë punojnësi i agjencive të komunikimit, do t'jetë punojnësi i agjencive të marketingu digital, të cilat gjuhën e kanë kryesore. Pra, pa gjuhën nuk mund të bëjnë dot. E vërtet, po ndërkohë do doja ta ndërlidhja pak me këtë që tha zonja Meri, zonja Berdhyli, sa i takon çfarë duhet bërë, është pra tek leximi. Ajo është pyetja e madhe, çfarë duhet bërë. Ndoshta janë shumë organizma, shumë institucione që duhet të punojnë fort, por leximi dhe çfarë bën që KLL-ja për këtë. Sigurisht që leximi është një nga mjetet kryesore për ta ruajtur gjuhën, për ta pasuruar gjuhën, por edhe për të patur individ më të mirë nesër. Jo vetëm me punën që Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit bën, sigurisht që puna e institucioneve ndonjëherë është e pamjaftueshme për të arritur atë ndryshim që ka nevojë sot gjuha, për të shkuar pikërisht tek ajo lloj pasërtie e munguar, e cila artikulohet ndryshe në diskursin publik. Dhe unë tashmë sapo përdora disa fjalë të huaja, është e pashmangshme,
Por, mendoj që një rol të jashtëzakonshëm dhe të rëndësishëm në këtë proces nuk e kanë vetëm institucionet, sigurisht që e ka shkolla, por e ka edhe familja. Është shumë e rëndësishme që t'i edukojnë fëmijët, sidomos prindrit e rinj, ata që na dëgjojnë, t'i lidhin me dashurinë për leximin. Një fëmijë i lexuar është gjithmonë një fëmijë i cili nesër do të kërkojë më shumë nga vetja dhe një individ sigurisht më i mirë edhe për shoqërinë. Kështu që leximi është mjeti kryesor i cili na bën jo vetëm ta ruajmë. Ama ky prindi duhet të lexojë, jo të thotë që lexo, po duhet ta shohë fëmia prindin duke lexuar. Unë vëre me shumë kënaqësi, edhe Anisa duke qenë se merret besoj me fëmijët, vërej që prindrit e rinj ka një lloj ndërgjegjësimi për sa i përket rolit të leximit, ka një lloj ndërgjegjësimi për sa i përket blerjes së librave për fëmijë. Ne e shohim që edhe shtëpitë botuese sot, shtëpitë botuese shqiptare botojnë shumë libra për fëmijë, në gjuhën shqipe vinë libra për fëmijë nga gjuhë të tjera dhe kjo është diçka shumë pozitive pasi gjithë të librat kanë audiencë pikërisht të rinj, fëmijë dhe leximi sidomos në moshat vogla është shumë i rëndësishëm pikërisht për formimin e tyre dhe për rrugtimin e tyre. Ka një sër detyrash që vendosen përpara nesh për sa i përket ruajtjes së pastërtisë së gjuhës shqipe. Edhe në diskutime më të gjëra edhe nga Akademia e Shkencave është folur shpesh që pse jo edhe Shqipëria të jetë pjesë e vendeve që e ruajnë gjuhën e tyre me ligj. Mendoj që edhe tek neve ka ardhur ky moment. Ka ardhur mendoni koha që kemi një ligj? Ketë një ligj për gjuhën shqipe. Që flitet, po pra, po ka patur gjithmonë pro dhe kundra. Unë dy të njerëzit që mendoj që gjuha patjetër e ka Franca. Kur flasim për një ligj për gjuhën, nuk do të thotë që do të ketë vetëm penalizime, por një ligj për gjuhën forcon gjithë ato institucione, gjithë ato mekanizma të cilët kanë në dorë pikërisht pasurimin e bibliotekave, kanë në dorë pikërisht më shumë libra jo vetëm biblioteka, por në librari, një komunikim më i drejt për drejt me leximin. Që të jetë se këshillues ndoshta më shumë. Në këtë drejtim na mjafton ligji për librin, pra sa i takon bibliotekave dhe gjithë gjërave të tjera, një ligj për gjuhën është folur, e stërfolur, ka mbetur në sirtar, nuk është çuar përpara, ka shumë njerëz që me argumenta shumë shkencore thonë që një ligj i tillë nuk do ta mbronte dot apo nuk do të kalonte dot krizën e momentit që ne kemi me përdorimin, dhe është e vërtetë ajo që thot Alda që shumë prindër të rinj po e fus edhe veten tek prindrit e rinj, shumë prindër të rinj janë të ndërgjegjshëm dhe janë plotësisht të vetëdijsuar për rolin që ka libri në jetën e fëmijëve të tyre. Ama ne harrojmë diçka që është shumë e rëndësishme. Ne jemi brezi që kemi lexuar dhe prandaj jemi duke i orientuar fëmijët tanë tek e lexuara. Pyetja do të jetë 25 deri në 30 vjeçarët të cilët tani janë duke menduar të kryejnë familje dhe që jetën e tyre e kanë kaluar në një boshllëk të jashtëzakonshëm, pra ata nuk kanë lexuar çfarë do të ndodhë. Dhe për mua ky po themi vështrimi i momentit është shumë i gëzueshëm, është fantastike që shumë prindër shkojnë, e kanë rutinë shkuar në librari, shkojnë në panajër, blejnë libra, kanë bibliotekat e vogla të fëmijëve të tyre, por çfarë do të ndodhë me këta 20 vjeçarët të cilët sot as din ta përdorin gjuhën edhe as lexojnë. Dhe këta pas 10 vitesh do të jenë prindrit e rinj të ardhshëm, të cilët e sigurt është që nuk do ta kenë ndriçimin e duhur që t'i orientojnë fëmijët drejt. Do të lënë telefonin në dorë dhe jo librin. Ligji për leximin, për gjuhën, e cili detyron bëhet aktiv roli i shkollave që forcon pikërisht këtë instrument. Unë mendoj pak ndryshe, jo për polemik, po nuk mendoj që shkollave do t'i duhet një ligj në këtë moment që e kanë historikun e këtij lloji formimi shumë më të madh se sa një ligj i cili do të futet sot në funksion. Patjetër që ka eksperienca të ndryshme, për shembull Franca e ka një ligj për gjuhën, nuk di, jam e paft që të di se sa shumë ndikon në pastërtinë e frëngjishtes ky ligj i gjuhës. Ajo që unë do të doja ishte të kemi minimalisht një institucion i cili kontrollon pastërtinë e gjuhës, siç e ka Maqedonia, jo më larg se shteti ngjitur me ne, që ka një institucion vendimarrës, sepse ne kemi lënë në thonjza vendimarrjen për gjuhën shqipe që në Kongresin e 1972-shit, dhe çfarë hyn dhe çfarë del, nuk sigurisht që kalon në filtra shkencorë, po nuk ka një institucion vendimarrës i cili
të gjej fjalët respektive në gjuhën shqipe, apo gjegjëse, si që thot profesori i nderuar Tupja, që të kuptojmë nëse një ndërkombëtarizëm, një fjalë të huaj, një huazim e kemi të detyrueshme për ta futur apo jo. Që të kuptoj këto fjalë. Se gjuha në funditës është në fund të ditës, në fund të fundit është organizëm i gjallë. I cili pra ky institucioni, i cili do duhet ketë patjetër shkencëtarët më të mirë të vendit, do duhet domosdoshmërisht të jetë aty që të orientoj ne që jemi përdit me përdorimin e shqipes, që të orientoj mësuesit se si të veprojnë me nxënësit e tyre, pra më shumë se sa një ligjun do t'isha që të kishte një institucion shkencor, vendimarrës, i cili të prodhonte një herë në aq dokumente të cilat do ta bënin vendin ton, pra institucionet e vendin ton dhe përdoruesit publik, le të themi, të gjuhës shqipe, që të kishin të orientoheshin, të kishin një përgjigje. Nëse unë nuk dua që fëmia im të përdor 1, 2, 3, 5 fjalë, atëherë hajde, bashkë me shkollën, unë në familje dhe institucionet, media është një nga institucionet shumë të rëndësishme, një institucion tjetër që është biblioteka publike, e tjerë, të mund të ishim të gjithë bashkë në një harmoni të plot, në mënyrë që për këtë fëmijën të kishte një përgjigje, sepse ne sot mund të kemi kërkime individuale, por nuk kemi dokumente publike se çfarë duhet të përdoru në vend të një huazimi tjetër. Qartë. Ka dhe një gjë për ta shtu tek Anisa. Në nëntor u bë një kongres i gjuhës në Tiranë, edhe marrën pjesë gjithë politikanë, drejtues e tjerë, u shpall që është një fjalor i ri që ka dalë. Ndërkohë që nga nëntori deri më sot kemi lloj tymnaje, pra nuk e dim nëse fjalori doli fizik. Nuk doli fizik. Ishte online. Ne njohim, unë që kam bërë punë kërkimore, kam taku edhe autorët, se po themi ata që e kanë përshtatje, dakord. Po ne po flasim për një masgjër, pra është një fjalor i ri që është cilësuar si më i miri, më i madhi mbas atij, po themi 72-shit, 2006 dhe se me radhë. Sa informacion ne kemi për këtë? Ka vetëm një informacion aty që thotë është online, shumë shpejt do botohet fizikisht dhe nuk është akoma. Pra, mendoj që ka një lloj bjerrje edhe institucionale të këtyre politikave për gjuhën. Po të shkosh, jo se është ala këtu, Qendra Kombëtare e Librit është aktive si institucion, bën takime, po nuk është detyra e këtyre detyrojnë njerëzit lexojnë, pra, ose të orientojnë njerëzit drejt leximit. Ta kanë disa politika të tyre për ligjet, për disa gjëra që do të ndryshu. Biblioteka Kombëtare për shembull është një institucion që është kthyer në manastir. Pra, ti që kur hyn der, duket sikur po hyn në një manastir, nuk ka asnjë koncept pak më të ri. Pra për ti se ne i kemi lënë disa gjëra me një koncept shumë vjetër. Biblioteka Kombëtare duhet jetë një ambient gjallërie edhe për trinj, duhet ketë internet, duhet ketë disa vende ose disa zona ku të rinj shkojnë, punojnë internet, bisedojnë me njëri tjetrin e tjerë. Pra, unë mendoj që në tërësi nuk ka një lloj serioziteti institucional për ta rregulluar dhe për ta pasur në fokus këtë punë. Po, e kemi davan e humbur, Bobo Dava, turqizëm. Jo. A e kemi, është sikur po luftojmë me mullin të erës? Kemi në fjalor, kështu që je në rregull. Nuk mendoj, fakti që sigurisht që gjua evolon, është një organizëm i gjallë i cili evolon, edhe këto ndryshimet, shkurtimet, do të jenë pjesë ndoshta edhe të zhvillimit të gjuhës. Për rëndësishme është si ta ruajmë formën në krahasim me standardin, për mos të humbur atë çfarë është thelbi i saj, se sigurisht që do ketë pasurime në kohë, kjo është detyra e studiuesve ta shohin dhe ti vendosin ato në studimet e tyre apo në rishikimet që bëhen në fjalor. Unë shoh që ka një përpjekje, edhe pse Liridoni thotë që nuk është bërë asgjë, ka një përpjekje nga dy akademitë dhe nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë edhe nga ajo e... S'kan efekt, Alda, do me thënë... Por, ndoshta roli tyre, roli gjuhëtarëve duhet jetë pak më i fortë pikërisht për të artikuluar mendime qoftë edhe publikisht për sa i përket mënyrës së përdorimit të gjuhës shqipe, të dalin her pas here me qëndrimet përbashkëta, të jetë pak ndoshta më aktiv për sa i përket shqetësimeve mbi gjuhën. Por sigurisht që të gjitha bisedat tona, të gjitha diskutimet tona për gjuhën, na çojnë sërish tek nevoja për të mbështetur tek leximi, Absolutisht. Përveç leximit, tani du ta çoj pak më tepër debatin, e di që nuk do zgjidhet këtu kjo gjë, po ne nuk kemi një, se tha Alda për institucione, ne nuk kemi një sociolingvistik. Pra që ndoshta studion edhe ndryshime shoqërore. Po. Se si përshtaten të gjuhë. Ne kemi parasysh që për 20 vitesh këngëtarët, gjithë këngëtarët më të mirë shqiptar e tjerë që i ndjek masa, të gjithë këngët po i shkruajnë në gegnisht, po i kënojnë në gegnisht. Pra këtu lind pyetja tani, kjo gegnishtja që 72-shi nuk pre me thik,
Mos ndoshta sot ka ardhur koha që të implementohet disi, nuk po them fjalor dhe për ta fut prapë dhe për ta kthyr 72-shin këta debate të tjera. Mos ndoshta ka ardhur një kohë që edhe kjo dialekti geg, po dhe Tosk është shumë i bukur, përfshihet pak në për... Do ta zgjidhte një institucion si ky që pikërisht pra, po institucioni, ky fjalor i ri që ka dalë, unë di që ka fut disa fjalë geg, po ne nuk e dim se cila. Tani, një fjalor mendoj që është shumë i dëshiruar, sidomos kur është i pasuruar, sepse në fjalorin klasik që ne kemi të gjithë në përshpio, ata që e kanë gjuhën dhe që e përdorin edhe për të punuar, do e mos që i referohen. Ky fjalori nuk e zgjidh, sepse ne këtu nuk jemi duke folur për fjalë të veçanta, të cilat përdoren apo si përdoren. Ne këtu jemi duke folur për një humbje të aftësisë të rinjve për ta përdorur gjuhën shqipe siç duhet. Dhe këtu futet mënyra se si argumentojnë, struktura e fjalisë, pra një fjalor i pasur, pa një sintaks dhe pa një morfologji të bëra bashk me njëra tjetrën, nuk ka asnjë lloj rezultati. Kështu që unë prandaj rikthehem edhe një herë këtij institucionit që me thënë drejtën edhe në programin tim më shumë se një herë e kam folur dhe e kam ngritur si shqetësim me profesionistë të fushës, që duhet domosdoshmërisht se cili nga ne të ketë një institucion i cili do duhet të ketë profesionist brenda tij që të na udhëheqë në gjithë kuptimin e fjalës, për çdo dilemë që ne kemi për mënyrën se si e përdorim, apo për çdo problematikë që shihet në atë që është e folura publike. Nuk kemi një korrektor, nuk kemi një redaktor në institucione, në ministri, ku di unë? Ka qenë një nismë që do të futej një redaktor, nuk di ku ka mbetur, po sërish nuk e zgjidh. Për mira shkresa, 1, 2, 3 apo 5 redaktor në institucion të madh nuk e zgjidhin. Për mua, zgjidhja do të ishte që punonësit e administratës, ashtu siç është në për shumë vende të tjera, të kalonin një provim gjuhës shqipe, është minimumi. Pra, nëse ti në shumë shtetet e Europës do duhet të punosh në administrat, do duhet të kalosh nga një provim i gjuhës shqipe. Nëse ti, pra i gjuhës gjermane, franceze, në përvendet e tyre, pra nëse unë besoj fort që nëse ne nuk shkojmë në këtë pikë, që ne gjuhën amtare ta kemi në nivelin mesatar dhe mbi mesatar të përdorimit, ne nuk mund të kryejmë funksione publike, njësoj si kur nuk mund të kryejmë nëse ke bërë një vepër penale. Sepse në fund fare, ai shmjeti është një nga mjetet kryesore të punës tënde. Edhe për çfarë flasim për informacion bazës, sepse nuk po flasim dasmë apo dasëm të luksi madh, luksi madh me ditë. Kjo do të shmangte që aty përtej kësaj studios tonë dhe në çdo institucion të kishte njerëz të aftë, të cilët të përgjigjeshin siç duhet. Pastaj në shkollat publike, është e pamundur që ne kemi një mësues të shkencave dhe themi nuk ka problem se nuk di shqip shumë mirë, sepse është mësues matematike. Po kjo është skandaloze, sepse një mësues i matematikës është gjithashtu një përdorues i gjuhës shqipe, po aq i rëndësishëm sa mësues i gjuhës shqipe që jep lëndë. Pra nëse ne nuk arrim të kalojmë në këtë lloj site, që personat të cilët kanë funksiona publik dhe sidomos kur bëhet fjalë për arsimin, sigurisht e kemi betejën jo të humbur, por shumë të vështirë për ta ndryshuar. Mulaj, ndërkohë rrjetet sociale sot kanë filluar dhe kanë prodhime të shumta, prodhime të cilat hera herës janë edhe me tituj anglisht, bëhet fushat, me fushata politike, po bëhet në gjuhë dhe me zhargon sot. Ndërkohë që kam vënë re, bëni një podcast, realizoni një podcast shumë i mirë i cili pjesë janë shpesh herë artist, janë shkrimtar, janë kryesisht njerëz të cilët kanë një lloj peshe në fushën në të cilën ata japin kontributin e tyre. Ka qenë një zgjedhje jotja, ndoshta për të dhënë një mesazh dhe për të mbajtur, le të themi, lart standardin e prodhimit që ti po realizon, apo është diçka që tregu e kërkon edhe ke vendosur ta sjellësh ashtu? Në fakt, ai podcast është krejtësisht kundër tregut, është një gjë që nuk kërkohet. E ndaj të pyeta pra, sepse është shumë e kuptueshme. Njeriu ka një qëllim në jetë edhe një mision në jetë duke qenë shkrimtar edhe gazetar. E para nuk mendoj dot si shumica, nuk mendoj dot si masa, e kam pamundur. E dyta, atë teorinë e bletës e Milingonës, që kur u do shtëpia e madhe, Milingona merrte një fjet vogël dhe i hidhte ujë. Ndërkohë që dikush, një kafshë tjetër ka lënë thotë çfarë bën, thotë se ti s'ke për ta fikate. Unë tha vërtet nuk e fik, tha po tregoj në anën e kujt jam. Pra dhe unë në këto kohë e di që e kam ndoshta luftën e humbur me gjithë vulgun edhe me gjithë gjëra tjera, por
Ai podcast do ngele aty në YouTube, do jetë pas ca vitesh, nëse dikush do ta shoh, unë mendoj që po bëj gjën e duhur. Fati mirë që unë atë podcast e drejtoj vetë, kemi një pak shumë mirë me regjisorin që nëse kemi një mbështetje, okay, nëse nuk kemi prap do ta bëjmë vullnetarisht, nëse nuk bën ca gjëra vullnetarisht dhe me pak sakrificë, atëherë nuk e asgoj të flasësh, nuk mund vish as në këtë emision edhe të japësh mend në sensin e fjalës. Kështu që duhet ta bëjmë patjetër, nëse nuk e bën dikush, nëse nuk e bën Anisa, nëse nuk e bën Alda, Liridoni, dikush tjetër, atëherë i bi që edhe ne të dorëzohemi. Unë nuk e shoh fakt gjën e kaq. Problemin e kam tek imponimi i gjuhës shkruar në rrjetet sociale tek e folura, sepse ti vërtet e shkruan me shkurtime siç e thash fillim. Ama të folur duhet ta kesh të pastër, duhet ta kesh qartë. Kështu që problemi është që nuk din të flasin qartë e pastër. Nuk din. Ti e çove nivelin deri tek punojës administratës, po unë fatkeqësisht kam parë kryetar bashkisë që s'din shkruajnë. Seriozisht nuk din shkruajnë. Po ata janë deputet që s'din shkruajnë. Po pra, ata vinë nga ne. Ti kur i ke nga lart, s'ke si kërkon pastaj poshtë, ai provimi i gjuhës shqipe është i detyrueshëm. Po flasim pastaj për gjuhën e politikës edhe për fjalët që përdoren se nuk arrim ti kuptojmë, duhet të shohim fjalorin. Zonja Bardhyli, mbyllim bashkë me një mesazh. Të lexojmë sa më shumë, sidomos fëmijëve, pasi vetëm përmes leximit mund ta mbrojmë gjuhën shqipe. Dhe diskutimi madh për ligjin pastaj, sepse teksa Anisa po tregonte që Franca e ka një ligj dhe po mendoja prandaj francezët kur i pyet në anglisht në rrugë të kthen asnjë përgjigje. Bëj shaka. Një mekanizëm. Është çështje e karakterit, Ishte kënaqësi që ishit me ne. Kanë gjuhën e kanë të shenjtë. Absolutisht. Ne nuk e kemi. Duhet ta marrim një çik të Faleminderit që ishit me ne. Jemi në limitet të kohës edhe ndaj kalojmë linjën. Si të tilla raste jemi në skript të kohës. Andri, shihemi nesër në orën 13:20. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit. Asa të mirë.